Përshëndetje miq, edhe sot jemi sërish së bashku në formatin që është bërë pjesë e pasditeve tuaja. Miq e pasditës, sot kemi plot të ftuar dhe tema aktuale dhe do flasim me disa personazhe që më ne do rrefejnë të rejat e tyre. Por në panelin e parë sot do flasim për një temë shumë të rëndësishëm. Ka filluar muaj i Ramazanit. Do shikojmë një insert dhe pastaj do rikthehemi me ftuarit për ta biseduar. U rikthyem në studio dhe ju prezentoj me ftuarit. Mirë se erdhët, Ergys Mertiri, analist. Eriol Haxhiu, teolog. Dhe nga ana tjetër kemi Edlira Durmishaj, mirë se erdhe, dhe Valbona Lato, nutricioniste. Më fal, Edlira psikologe, se nuk e specifikova. Mirë se erdhët. Atëherë është një temë shumë interesante dhe sidomos për mua që tashmë janë 3 vite që jam në Shqipëri dhe jam shumë kurioze të di pse është kaq e rëndësishme muaji e Ramazanit. Më shqip pyet tash thosh pse është e rëndësishme jeta ose ku diun. Jo, është një për gjithë muslimanët, për gjithë njerëzit musliman. Jo, patjetër. Është një muaj shumë të rëndësishëm. Çfarë e bën këtë të rëndësishëm? Në planin personal është e rëndësishëm se marrëdhënia me Zotin është nga besojnë të paktën ose njerëzit që besojnë duhet ta kenë kështu, është marrëdhënia më e rëndësishme që mund të ketë njeriu. Është marrëdhënia me krijuesin tënd, është marrëdhënia më intime që mund të ketë njeriu, është marrëdhënia më dhe një farë mënyre dhe më thelbësore që ka të bëjë me qenien e tij. Kështu që Ramazani duke qenë se është një instrument për rregulluar marrëdhënien me Zotin, patjetër që është një nga gjërat më të rëndësishme që rregullon dhe jetën e njeriu në një farë mënyre, sepse nga mënyra se si njeriu krijon marrëdhënien e tij me Zotin, rregullon dhe mënyrën e tij të jetesës deri diku. Por shumë e rëndësishme mendoj unë edhe për një plan më social themi, është shumë e rëndësishme edhe për shkak të faktit që mënyra jone jetesës ka shumë nevojë që të ketë stacione her pas here ku njeriu ndalet dhe i krijon komoditetin vetes vetë që të merret me veten. Në një farë mënyrë Ramazani është një mënyrë për të marrë me veten. Gjatë një jete ku ti merresh me gjithçka, ke një lloj frenetizmi, themi, jo se nuk e ke edhe gjatë Ramazanit, se gjatë Ramazanit do të çosh mirë në shkollë, do shkosh në punë, pra do i kesh këto, por në momente të caktuara ose her pas here ose gjatë kohës që ti vazhdon në rend në përditshmërinë tënde, ke dhe atë vetdijen që shiko, jam duke agjëruar, ke dhe një raport paralel me gjërat që bën. Dhe kjo të krijon një lloj distance nga ajo çfarë bën, pra një lloj shkëputje nga bota. Gjë të cilën është shumë nevojshme mendoj në një shoqëri, në një botë të tillë si bota ku jetojmë, bota moderne, që e ka vrarë shpirtin, spiritualitetin, e ka degdisur njeriu në periferi të qenies vet, e ka internuar njeriu nga shpirtërore me Zotin. E ka internuar njeriu tek fizika, tek trupi, tek palestra, tek paraja, tek puna, tek gjithçka që ka të bëjë me sipërfaqen, me jetën materiale dhe në këto kushte mendoj që gjithçka që ty të rikthen tek qenia jote, tek shpirti jot, është gjë më e mrekullueshme që mund bësh, sepse në thelb ti nuk ke ajo çfarë fiton, ajo çfarë ke, paraja, veshja, luku, pamja, por në thelb ti je shpirti jot dhe nëse ti nuk kujdesesh për thelbin tënd, atëherë ti nuk ke duke kujdesur për vetë, ti ke humbur vetveten. Dhe prandaj mendoj që muaji i Ramazanit është një farë mënyre një mjet, një busull, një instrument, një ku diun çan këto Google navigator ku ti rigjen veten. Pra është një lloj destinacioni për tek vetja, sigurisht me ndihmën e Zotit, sepse Zoti na ndihmon, na orienton që të shkojmë tek vetja. Okej, Edlira, nga ana çfarë përfitime kanë njerëzit që agjërojnë nga ana fizike dhe sigurisht edhe nga ana shpirtërore? Spari un po shfrytëzoj momentin për të uruar besimtarëve dhe gjithë agjëruesve muajin e Ramazanit, të agjërim të lehtë të pranuar gjithëve. Është shumë interesante fakti që gjithë filozofia e agjërimit e këtij muaji të begat nis me faktin që ti duhet të privohesh nga kënaqësitë tua të përditshme, dhe kënaqësia e parë tu është ushqimi, po vinë edhe disa të tjera në sensin e privimit gjithmonë në mënyrë që ti të arrish të rritjen shpirtërore dhe rritjen personale në vetvete, reflektimin. Po unë duat të fokusohem ke dy gjëra faktikisht.
Muaj Ramazanit vjen si një apel shumë i fuqishëm për të rikthyer tek vetja, siç e tha edhe Ergysi, përmes privimit ushqimit, pijes, dhe për të reflektuar, për të lidhur shumë me leximin. Sepse një nga adhurimet më të veçanta që agjëruesit orientohen për ta shtuar gjatë muajit Ramazanit është leximi i Kuranit. Dhe kur ti ke një rutinë ritualesh dhe adhurimesh caktuara që do t'i bësh ato për 30 ditë, është sikur ke përpara një mind mapping, një hartë të strukturuar që ti e bën për 28 ditë, thon studiuesit duhet që ti të gjenerosh një rutinë të re dhe një praktik të re që ti do të shërbej në jetën tënde, dhe imagjinoje që këtë lloj praktike e ke të fokusuar totalisht te vetja jote, tek rritja jote shpirtërore. Po kjo do të reflektoj dhe do të mbaj ty për një vit të tërë se si ti duhet t'i qasesh vetes, si ti qasesh tjetrit, si ti qasesh komshive, botës, atë çka jep ti nga vetja jote, sepse gjithë thelbi këtu është të bësh më i mirë duke dhënë. Në mënyrë që të kesh shansin përmes privimit dhe vetë përmbajtjes të provosh atë pamundësinë e tjetrit. Pra nëse ti po ja privon vetes ushqimin për hatër të Zotit, dikush tjetër thjesht nuk e ka, po ti nuk mund ta dish nëse nuk e ke provuar atë shijen e urisë, atë pamundësinë për ta pasur edhe në fshehtësi një gotë ujë që ty të pihet, dhe askush nuk të shef në fund fare, por ti e bën këtë sepse ke me vete këtë ndërgjegjen që okej, kam mbikëqyrjen e Zotit me vete, dhe është një kalitje shpirtërore dhe mendore shumë e madhe, dhe mendoj që në fund të këtij muaji të gjithë besimtarët përveç faktit që kanë agjëruar ndaj ushqimit, kanë agjëruar në fakt ndaj sjelljeve, ndaj atyre sjelljeve që ne duhet gjithmonë të jemi në proces korrigjimi me veten, sepse në thelb nuk i vlen dikujt agjërimi i stomakut, në sensin që ndeta pa ngrënë pa pirë, po është ai agjërimi i përsosis veprave. Po, edhe një fjalë mirë më shumë, një fjalë e vrazhd më pak, një reagim më pak. Në thelb këtë synon muaji Ramazanit dhe agjërimi këtij muaji. Do të di pak edhe nga Eriol. A ka diçka në historinë që e bën më shumë të veçantë që e bën akoma më shumë të veçantë Ramazanin? Një ngjarje, një situatë? Që Ramazani është muaj i veçantë, edhe atë e bën veçantë disa aspektet e tij. Pikë së pari, muaji Ramazanit është nga muajt të cilët përmendet në Kuranin famlar. Dhe kjo në vetvete e thekson rëndësinë dhe veçantinë e tij që ka ndaj muajve të tjerë. E dyta është se në këtë muaj ka filluar zbritja e Kuranit. Pra në Kuranin famlar përmendet qartasi dhe thuhet muaji Ramazanit, muajin në të cilën ka zbritur Kurani, i cili është argument i qartë i udhëzimit, është ai që ndan të vërtetën nga kota. Dhe e treta ka të bëjë me agjërimin, thotë femen shehida minkum ash-shahra falyasum, ai i cili arrin këtë muaj atëherë le të mbaj agjërim. Pra përmendet Kur'an, në të ka filluar zbritja e Kur'anit, në këtë muaj besimtarët bëjnë adhurime të veçanta siç është agjërimi, edhe plus kësaj ka dhe dobi tjera. Pra në aspektin fetar dhe në aspektin shpirtëror, kur futej muaji Ramazanit, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, i përgëzonte besimtarët me këtë fjalë: o ju besimtarë, ju ka ardhur muaji Ramazanit, muaj i bereqetshëm, i begat. Dhe Zoti ju ka bërë në të detyrim agjërimin, pra besimtarëve. Ky muaj është muaj kur lidhen shejtanët djajt, ky muaj është muaj kur hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit. Në këtë muaj ndodhet një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj, dhe është nata e Kadrit. Pra të gjitha këto veçori dhe specifika e bëjnë të veçantë muajin e Ramazanit në krahasim me muajt e tjerë. Okej. Kam të dëgjuar që në natën e Kadrit, ndoshta gaboj dhe më korrigjo, që njerëzit po e majnë agjërimin vetëm në këtë natën, është sikur e kanë mbajtur në gjithkohën. Është e vërtetë? Shiko, agjërimi mbajtur në natën e Kadrit nuk e shlyen detyrimin e agjërimit që duhet të mbajë ditët e tjera në muajin e Ramazanit. Megjithatë, nata e Kadrit ka disa specifika të veçanta nga netët e tjerë të Ramazanit. Punët e mira të bërë në natën e Kadrit kanë vlerë më të madhe se sa punët e mira të bërë në 1000 muaj. Dhe ky është një shpërblim shumë i madh. Dhe prandaj një pjesë e mirë e shqiptarëve, ata të cilët ndoshta nuk kanë mundësi që ta mbajnë gjithë muajin e Ramazanit, përpiqen që këtë natën e Kadrit ta presin ose ta përcjellin të paktën me
një ditë agjërim, po si shtash, agjërimi kësaj dite nuk e shlyen detyrimin që ka besimtari, pra që duhet të mbajë 3 ditë e Ramazanit. Në fakt, edhe nata e 4 ka një specifik. Ku shikojmë hadithet dhe argumentet e cilat flasin për natën e 4, ne shikojmë se nata e 4, pavarësisht se ka mendimet e dietarëve që thotë është nata 27 e muajit të Ramazanit, po nata e 4 ka një specifik që lëviz, pra është në 10 ditën e fundit të Ramazanit në netët tek. Gjë e cila tregon se besimtari duhet përpiqet, duhet punojë që të arrijë këtë mirësi të madhe, se ne dim shumë mirë që gjërat e vlefshme në jetë nuk vinë falas, nuk vinë kollaj. Fjalë vinë pas një periudhe mundi, sakrifice dhe kërkimi. Se agjërimi vetëm një dite nuk mund të marrë ndoshta atë shpërblimin sa për 1 muaj. Për më tepër që ne nuk e dim, mos jam gabim sipas hoxhës. Pastaj duhet të di kush mund ta bëjë, se cila natë mund të jetë ajo e 4. Okej, jam kurioze pastaj të di edhe kush janë ato njerëzit që ndoshta edhe për disa arsye nga feja mund të shmangën nga agjërimi, por përpara dua të pyes pak nutricionistën Valbona nga ana ushqimore, ku është iftari dhe syhyri. Që janë disa ushqime që ndoshta mund të këshillosh gjithë besimtarët të kenë në tavolinën e tyre për të përmirësuar dhe pak për të ndihmuar? Siç u shpjegua edhe nga të ftuarit e tjerë, ideja është që kjo është bashkë me ushqimin shpirtëror, shoqërohet dhe me ushqimin fizik. Ajo që ne jemi praktikisht është ajo që ne konsumojmë dhe atje ku ne jetojmë, ambientet e standardet tona. Në pjesën e ushqimit është shumë e rëndësishme që ne të konsumojmë ushqime sa më të shëndetshme, që do të thotë sa më pak të përpunuara, sidomos dhe ushqime të hidratuara. Që do të thotë që ne jemi në pjesën e Ballkanit dhe kemi çik të gatimin mesdhetar, që na përshtatet më së miri, sepse këtu kemi fruta dhe zarzavate të shumëllojshmërie. Të stinës sidomos janë të preferueshme, pa u ngarkuar me yndyrna, sheqerna të tepërta, të përpunuara apo diçka tjetër. Okej, si mund ta planifikojnë? Patjetër që ato janë me orare të përcaktuara. Ky është një përkushtim i domethënës dhe është një përkushtim shumë i mirë edhe siç është pjesa e ushtrimit fizik apo çfarë ti bën në rutinën ditore gjatë 11 muajve të tjerë. Ky është muaji më i mirë për të filluar, për të rregulluar ushqimin që ti konsumon dhe për të filluar një dietë ose një regjim, le të themi, standard tjetër të mënyrës së ushqyerjes. Çdo lloj aktiviteti fizik, çdo lloj cilësie jete dhe çdo lloj cilësie shëndeti ose aftësie që ti jesh i aftë në formën fizike dhe mendore për të përballuar jetën, nis gjithmonë nga pjesa e ushqimore. Është shumë e rëndësishme pjesa ushqimore. Muaji Ramazani për mua është një muaj që jo të gjithë kanë ndoshta fuqinë ta kuptojnë dhe ta besojnë vërtet, por të gjithë kanë mundësinë ta provojnë. Ne fatmirësisht jemi çik shtet që kemi dikur ka qenë një statistikë 70% jemi musliman, por kam plot edhe njerëz të afur që mund të jenë fe të tjera që e praktikojnë, e kanë dëshirë, ju duket dedikim, ndaj diçkaje shumë të rëndësishme, siç është edhe ana shpirtërore, por edhe ana fizike, sepse në fund ditës Zoti të do ty, ti do veten. Po nga ana e shëndetit, sa bën mirë? Sa është rëndësishëm? Bën tepër mirë nëse ndiqen të gjitha udhëzimet siç duhet. Pra do të thotë që kur ti hap, le të themi kur ti hap iftarin që është ajo mbas darke, është të konsumosh me norma të caktuara, me porcione të vogla dhe me një radhë, domethënë ushqimore. Të konsumojnë të gjitha, sallatrat, suplat, lëngjet, ushqimet e gatuara në shtëpi, si diskutohet mishi, peshku, proteinat, mineralet, vitaminat do merren të gjitha. Por të gjitha kanë një radhë dhe duhen ndjekur në formë sepse ka një problem trurion që do 20 minuta të stomakut i thot trurit që jam ngop. Dhe në ato 20 minuta ne bëjmë kërdin. Është shumë mirë, bën shumë mirë dhe shumë rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Do me thënë të fut në një regjim ushqimor, por ama ndërkohë jep të vlerësosh edhe çfarë ti i jep trupit. Sepse nëse ti ngarkohesh më shumë se ç'duhet, qoftë në syfyr në mëngjes, qoftë në iftar, ti automatikisht ke ngarkesën gjatë ditës, nuk e përballon, s'ke energji, ndërkohë në darkë pastaj ke të vështirë për të fjetur apo për ta përballuar ditën e nesërme. Është një cikël 24 orësh i ushqimit, që në këto 2 vakte ti duhet të konsumosh ushqimet e dhura dhe në oraret e dhura. Okej, e kuptova. Ergys, na sa kohë po mban agjërim? Nga sa e mbaj unë? Po. Sa vite është që e ke filluar? Çik siklet flas për vete se duket vetja si personazh gossip pastaj, domethënë që nuk besoj që njerëzit kanë shumë kuriozitet se çfarë bëjmë në jetën time. Unë kam një 30 vjet që e mbaj, po do thënë edhe sigurisht që është një përvojë e cila kur e mban herën e parë të tërheq gjithmonë, nuk
nuk para njoh njerëz që janë kryesisht të dinë, e bëra pyetje sepse sigurisht në fillim, si eksperiencë personale, ndoshta mund të jetë edhe frymëzim për shumë njerëzit që nuk agjerojnë dhe ndoshta nuk janë musulman, po ndoshta kanë dëshirë të afrohen te fe musulmane. Sigurisht fillimi mund të jetë më i vështirë për të përballuar, po ndoshta mas shumë vite që agjeron. Jo, nuk është fare vështirë, nga që kam vite unë e kam bajt dhe në verë dhe në ndimër dhe tani është shumë e lehtë. Çka, vështirësia është gjithmonë në vullnet. Është çështje po, çështje vullneti, vështirësia është gjithmonë frika jote se ti nuk e bën dot apo ku diun, pra ose ditën e parë mund duket shumë e tmerrshme, po kur ti mëson, shiko, dikush është problemi mendojnë që problemi vështirësisë dhe këtë besoj që është një nga vlerat e agjerimit si ku diun si gjetje, është genialitet në vetvete. Pra ti je mësuar me një rutinë të caktuar dhe ajo çfarë ty të bën të kalit vullnetin dhe ajo çfarë të bën që një farë mënyrë edhe të prodhoj gjithë efektin e gëzimit që jep agjerimi apo edhe të tronditjes tënde shpirtërore që vjen nga kjo, vjen edhe për faktin që ti thyen rutinën. Nuk ka gjë më rrëmbyese, nuk ka gravitet më të madh dhe mbërthyese se sa rutina. Pra ti je mësuar për çdo gjë dhe ty të shkon instinktivisht gjithë trupi jot, regjimi jot, psikika jote, shkon drejt rutinës. Kur ti e thyen këtë, ti kërkon që të kesh një fuqi të madhe vullneti dhe kjo vullnet kur ti, pra ti në momentin që ti përballesh në momentin e parë është e vështirë, por kur ti edukon veten ta thyesh të rutinë, ti fiton fuqi mbi vetë, pra ti fiton vetë kontroll dhe kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të ketë njeriu sot, të ketë vetë kontroll. Sot ne na kontrollon shoqëria, media, konsumi, reklama, gjithçka, ne jemi robër të shoqërisë që ku jetojmë. Dhe të instrumenteve të tregut e ku diun. Është i vetmi moment ku ti fiton kontroll mbi veten dhe ti fiton mbi rivalët që të kontrollojnë ty. Pra, dhe kjo është e mrekullueshme mendoj, sepse në këtë botë ti ke shumë nevojë që her pas here ta kesh këtë lloj kontrolli. Shiko, në thelb fuqia e njeriu për të triumfuar mbi instinktin është gjëja më e rëndësishme, më e fortë, sepse instinkti është ai që të robëron. Në Kur'an ka një imami, duhet ta di më mirë, që instinkti është ai që është padroni jot, zotriu yt, do të thënë ai që të sundon ty. Në momentin që ti e mposht instinktin, je ti padroni vetes tënde dhe kjo mendojnë është një nga elementet më të rëndësishme që ka të bëjë me qëllimin e fesë. Në kontekstin psikologjik që thotë Ergysi. Do më falësh Ergysi, po ndërvim për ta bërë pak më interaktive. Absolutisht. Brenda gjithashtu pikpamjes psikologjike për një mirëqenie psikoemocionale gjithmonë. Një ditë agjerimi është një cikël i plot. Unë e nis sfidën sot, do ta provoj, siç e tham, dhe në fund të ditës, mbasi e kemi përfunduar, ne është problem. Pra, e nisëm, e kaluam ditën me vështirësinë e asaj që kishim në mendje. Gjithmonë ajo që ne imagjinojmë është shumë e vështirë se realiteti i veprimit të gjës, dhe pjesa e iftarit, përveç që është ajo kënaqësia që ti po çel agjerimin, ti në fakt je duke shpërblyer atë sjelljen e re që ti bëre sot. Vetë kontrolli, vetë përmbajtja, triumfi i vetdijes mbi atë impulsin e instinktit, dhe në fund fare kjo duhet të thënë gjithëve që vetdia është ajo që e ka forcën dhe ja vlen gjithmonë ta kalisësh edhe përmes agjerimit. Para se të hynim në studio në fakt, se ne jemi pak para iftarit dhe të gjithë ato që na ndjekin këtej na shikojnë ne dhe këtej e kanë mendjen tek tavolina. Me të drejtë, është normale. Po ndërkohë që kam filluar të ushqen. Po më thoshte që kam shumë dëshirë të agjeroj, po nuk e mbaj dot, puna, fëmijët. Edhe ne që agjerojmë gjithë kemi punët, fëmijët, ne nuk i lëm punët kur agjerojmë. A ka edhe shumë veta që kur agjerojnë ndoshta nuk e përballojnë jetën e punës dhe ajo që mund të ketë, se punë të ndryshme kanë dhe vështirësi të ndryshme fizike, po në dielën është agjerimi i bërë në mënyrë të dur? Po, patjetër që po. Edhe ku vetëm agjeron dhe mbetet në shtëpi, sepse unë kam partnerit sociale ndoshta që janë disa persona që agjerojnë dhe nuk e kanë fuqin fizike për të kryer edhe të tyret. Unë do doja që për të pjesën të fliste imani, nuk kam më punë fizike sot. Për t'i dhënë atë peshën e fjalës fetare që ai ka, po do doja të sjell thjesht eksperiencën personale, se ju pyetët pjesën e sa vite agjeroni.
Dhe njerëzit kanë qef kur gjojnë historitë janë gjithmonë inspiruese dhe unë personalisht kam 30 vjetë që agjëroj, kam agjëroj që në moshën 10 vjeçare dhe kur shikoj vajzën time sot 10 vjeç që agjëron, dikush nga jashtë mund të duket sikur po ky fëmijë apo vuan, në fakt ajo po kalitet që në atë moshë që të kuptoj që e ka ajo fuqinë mendore, të përballoj veten e saj, të orientoj, të di çfarë të vendos për veten, të fitoj atë vetë kontrollin dhe kjo e arrit vetdijen, e arrit vlerësimin për veten. Si e ke edukuar edhe vajzën? Po nuk është e vështirë në një familje ku prindrit agjërojnë, fëmia ka tendencën të imitoj prindin dhe thotë mos zgjoni dhe mua për syfyr. Në çfarë moshën e ka filluar? Është 10 vjeç. Okej, gjithmonë ka pas tentativa janë të tipit që do vi dhe unë me ju të zgjohem për syfyr, pavarësisht se gjatë ditës ti e shikon fëmin se sa e ka mundësinë dhe e ka kërkuar vetë, me thënë. Patjetër që po. Dhe me të veçit është gjithmonë kjo loja që shiko se ti do agjërosh deri në filan orë. Në kuptimin që thjesht për t'i zgjuar atë vetdijen edhe dëshirën për t'ia ushqyer. Po fëmijët e vegjël dhe nuk e kanë obligim para Zotit. Kështu që duhet të jesh edhe në një moshë caktuar që ti të kesh edhe përgjegjësinë. Kush është një moshë caktuar që është e mirë të fillojnë? Kemi një moshë? Unë jam thënë të gjitha, po më duket sikur ja marr kohën. Jo, absolutisht. Kjo është një bisedë që mund të shpreh se cili mendimin edhe eksperiencën e vet. Agjerimi të jetë detyrimi, fjalë duhet të ketë kaluar moshën e pubertetit. Pastaj fëmijët të cilët janë në këtë moshë mund të mbajnë atë lloj agjerimi që themi ne agjerimi fëmijëve, pra që çohen në para agimit edhe bëjnë syfyrin me familjen, pastaj dhe nga dreka nuk konsumojnë gjë, pastaj në drek mund të konsumojnë diçka dhe ta vazhdojnë dhe nga mastitja. Pra nuk është një praktik e plot në kuptimin e vërtet të agjerimit. Po, se përfit është pak më e vështirë, është më e vështirë, po fëmijët nuk e kanë detyrim, prandaj detyrimi është bërë mbi një moshë të caktuar. Por fëmijët kanë qef, pra, sepse shikojnë atmosferën e përgjithshme dhe duhet bëhen edhe ato pjesë e sofrës së syfyrit, pjesë e sofrës së iftarit, por thash gjithmonë duke pas parasysh nga mosha e pubertetit atëherë. Nga mosha e pubertetit e sipër, pra, çdo musliman i cili ka arritur moshën madhore, pra nga mosha e pubertetit e sipër dhe ka aftësi mendore dhe nuk është i smur fizikisht, pra ka detyrim ta mbajë agjërim muajin e Ramazanit. Kush janë disa veprime të mira që mund të bëhen në agjërim në këtë muaj në kaq të shenjtë, që ndoshta ndihmojnë për të afruar me Zotin nga ana shpirtërore akoma më shumë? Shiko, agjërimi vetvete është punë, është adhurim që të afron me Zotin. Sepse njeriu tregon që është i gatshëm të sakrifikojë nga të mirat e tij personale, materiale që në periudhë jashtë Ramazanit i ka të lejuar për të çuar në vend vullnetin e Zotit. Dhe kjo në vetvete, pra i mjafton atij për me qenë afër Zotit. E dyta e bën atë më mirënjohës. Ne shpeshherë në kohën e përditshme shëqyr Zotit në ditët e sotshme ndoshta familje të cilat nuk gjejnë diçka për të shtruar në tërësi janë të pakta. Dhe duke qenë si konsumojmë këto ushqime të mirësitë vazhdimisht, nuk është se u dim vlerën ashtu siç duhet. Pra vlerën e ujit ne e kuptojmë kur jemi të gjerushëm, ndoshta na pihet ujë kemi përpara nesh dhe nuk e konsumojmë atë ashtu siç duhet. I parë në këtë aspekt, agjerimi e bën besimtarin që të meditojë më shumë rreth mirësive të Zotit dhe e bën më falendërues atij për mirësitë dhe begatitë që i ka dhënë. Po, të kuptoj edhe rëndësinë e ushqimit. Agjerimi në vetvete është i tërë proces edukimi, pra e fut besimtarin në atmosferë adhurimi. Që do thotë, e bën më falendërues, e bën më të përkushtuar ndaj Zotit, e bën më të kujdesshëm ndaj stresave, nevojë, e bën më të sjellshëm me njerëzit që ka rreth rrotull, sepse kur shikojmë tekstet fetare, do të gjejmë shprehje shumë interesante nga fjalët e Muhamedit, paqja e Zotit qoftë me të, thotë, ai që nuk e praktikon gënjeshtën dhe punën me të, Zoti s'ka nevojë që ai të qëndrojë i etur dhe i uritur. Ose na mëson nëse dikush ju sulmon, ju ofendon, ju flet keq, mos u ktheni me të njëjtën mënyrë, po thoni që unë jam agjërueshëm dhe pastaj nëse e vazhdon këtë punë largohu nga ai vend. Pra, i tërë agjerimi si proces e ndihmon pra besimtarin të jetë më afër Zotit, të jetë më i përkushtuar ndaj tij. Okej, do të pyes edhe gratë. Kush është roli i gruas në këtë rast dhe si gruaja mund të ndihmojë për të pruar më shumë një qetësi shpirtërore, për të pruar pak më shumë si mund thuhet, një energji të mirë në këtë muaj?
Po, unë do të mendoj që gruaja është shumë e rëndësishme. Do të referohen pak edhe fjalëve të nutricionistës, në fakt, pjesën e iftarit edhe syfyrit, po mendoj që në këtë rast zonja në shtëpi është ajo që përgatit të gjithë klimën deri te momenti i iftarit. Po këtë është pjesa më e rëndësishme, më duket. Që e bën më të bukur dhe pavarësisht se jemi shumë sinqert, ne mendoj që gjithë i bëjmë skip këtyre kalkulimeve në kohën e iftarit, edhe është e pamundur të mos e bësh skip, sepse ti ke gjithë familjen, gjithë çfarë do bëjmë ne gjithë mirë për sot. Ato po presin atë momentin e shpërblimit që është iftari. Pra, mendoj që ajo sakrifica që edhe ti gatuan, ndërkohë je duke përkushtimi ndaj gatimit është akoma më i rëndësishëm. Dhe kur shikon që gjithë i kanë sytë këtij. Mendoj që ajo jep shumë atmosferë akoma edhe më rëndësi dhe më vlerë agjërimit. Edhe fakti që këto iftaret shërbejnë shumë për të mbledhur me njëri tjetrin, fillojnë ato ftesat brenda farefisit bëhen më të shpeshta. Po, ai zakoni. Brenda miqve. Do me thënë, përveç faktit që ti po agjeron dhe po shton këta adhurimet në mënyrë individuale, po bëhesh edhe bëni dhe më të unifikuar, më solidar. Pra, tërëzat janë shumë social, se kemi humbur komplet nga pjesa e mediave. Nuk kam agjeruar ndonjëherë, për mund të them që gjëra që më ka pëlqyer më shumë i agjerimit është fakti që njerëzit, familja, bashkohen dhe bën gjithë bashkë çdo ditë dhe e kthejnë edhe sikur një urim, edhe sikur larg të jenë, vetëm ai urimi që thuhet zoti ta pranoft apo shprehje, domethënë vetëm ai ndërveprimi që ne kemi me njëri tjetrin shtohet. Domethënë është i përditshëm dhe është në një orar të caktuar. Gja përkushtimi dhe vullneti është shumë herë më i lartë. Po, dhe kjo më duket gjëra më e bukur e më interesante dhe më duket sikur njerëzit kanë mundësi për të afruar më shumë në një kohë ku sot jemi shumë s'kemi kohë, jemi marrë nga rrjetet sociale, nga puna, jemi bërë të gjitha shumë individual dhe ndoshta edhe pak egoist. Ky muaj ka i shenjtë i bën njerëzit që të afrohen, të komunikojnë, të njohin edhe më shumë ndoshta nga familja, nga një kushërir, nga një teze, i bën më të lidhura. Nuk është se s'kemi kohë. Kohën thjesht na e kanë vjedhur. Do me thënë, o ka kohë njeriu sot, o s'ka... Po ne kemi vendosur të na e vjedhin, se ja këtu s'na e vjedh do të kush. Pra ne këtu i themi stop. Ajo çfarë po kërkoj të them është që njeriu i sotshëm o ka kohë sot, o s'ka pas ndonjëherë. Problemi është që kemi ndërtuar jetën tonë në mënyrë të mbrapsht, e kemi ndërtuar jetën tonë jo në funksionin tonë, por kur ne jemi në funksion të mekanizmave sociale që na marrin në vëmendjen tonë, për shembull, kur s'ka pas televizor, njerëzit bënin vizita me njëri tjetrin dhe është shumë herë më e shëndetshme se sa të shohësh televizor. Tani ka dalë telefoni dhe ja ka marrë kohën te televizor. Pra ne kemi objekte vetëm kush agjerimi. Po pra, ne kemi objekte. E them me qeshme, po është diçka shumë e trishtë. Ose festa, se ne në përgjithësi kemi gjitha edhe festat e tjera fetare. Tani çdo lloj feste, po është janë unike. Për 30 ditë dhe krijon klim në gjithë komunitetin dhe shoqërinë. Pra ne kemi objekte që na marrin ne vëmendjen dhe një nga gjërat më mendojnë të rëndësishme që ka ky muaj është fakti që ty të vendos në predispozitën për të shkyçur nga gjithçka që ta merr vëmendjen. Pra një nga mendojnë nga problemet të mëdha të botës moderne dhe të kohës që ne jetojmë është mungesa e vetdijes, mungesa e të qenit i vëmendshëm ndaj vetes. Domethënë ajo çfarë kultivon moderniteti është në thelb harresa dhe një lloj shkëputje e njeriut nga vetdia për veten. Pra do të thënë ai të merr vëmendjen, ti shumicë e gjërat bën pa vetdije. Shkon në shtëpi, lez televizorin, shih bën zapping kot, nuk ke ndonjë plan, vetëm e bën këtë kot. Domethënë thjesht të rrëmbën. Ose merr këtë dhe shef çfarë do dali. Domethënë pjesë të mirë të vetës është thjesht në mënyrë reflektive, trupi jot, vetdia jote vazhdon kryen si robot disa veprime të cilat nuk kanë bëj. Ose blen disa rroba kot, ose bën pushime kot. Të gjitha janë pjesë e një rutinizimi. Për të arrim një kënaqësi, gjejmë kënaqësi. Jo, nuk është kënaqësi, është thjesht rëndomësia, domethënë një moment kënaqësie. Pra, shikoj, ne jemi qenia më përshtatse në botë që, domethënë jemi qenia unike normalisht. Ne gjithmonë do përshtatemi me zhvillimet, gjithmonë do merremi. Nëse ti je bërë shumë mekanik, është bërë për arsye sepse kështu po ecën, kështu po zhvillohet bota. Ne se shmangim dot këtë. Çështja është prandaj ndoshta ky muaj është i rëndësishëm se ndërgjegjson që ne jemi njerëz, jo makineri. Robotizimi që bën moderniteti ka në thelb gjithçka hutia. Njeriu jeton në huti të përditshme. Ne kemi devijuar totalisht nga thelbi njerëzor. Po pra, do të ishte kaos. Po, me këtë. Puna ta kisha thënë. Domethënë, ajo çfarë provon, kjo është pikërisht e kundërta. Domethënë që ti të luftosh hutin, pra e kundërta e hutisë është vëmendja.
Dhe kjo mendoj ka të bëjë shumë me thelbin njerëzor, pra ti të dalësh nga hutia, të dalësh nga ajo çfarë të bën ty të harrosh thelbin tënd, të harrosh veten tënde, të harrosh pse je në këtë botë, të harrosh ku diun çfarë qëllimi, motivet që ke për jetën tënde, dhe ty të kthej tek kujtesa për gjitha këto. Dhe kjo të bën të japësh kuptim jetës. Dhe prandaj mendoj që është shumë thelbësore, shumë e rëndësishme që njeriu her pas here ka nevojë që të bëj stop, shutdown gjithë gjërave, restart dhe të rikujtoj veten që arsyet e ekzistencës njerëzore. Pikërisht, dhe mendoj që bota do ishte shumë herë më e mirë dhe një nga se çfarë sjell kjo? Gjithë problemet sociale që kemi, problemet që kanë të bëjnë me ankthi, me depresionin, me vetminë që ka prodhuar moderniteti, mungesën e njerëzilë, mungesën e marrëdhënieve njerëzore, mungesën e qenies sociale. Gjitha këto i prodhon një mjedis social i pashëndetshëm për njeriu. Dhe kjo ka nevojë që her pas here ti ta ndash këtë, ta ndalosh. Unë jam dakord që ne nuk e ç'bëjmë dot modernitetin, por ne kemi mundësi që brenda vetes tonë ta luftojmë atë të keqe që na prodhon moderniteti dhe në momentin që ne luftojmë, kjo është fitoria që ne kemi. Fitoria nuk është që ti të triumfosh plotësisht, por fakti që ti e lufton dhe ti e mban vëmendjen këtë diçka që të imponon harres në çdo moment. Kjo është dhe qëllimi i kësaj bote, kjo. Po nuk do kisha pasur një lidhje kaq të frikshme me ushqimin, një dipendencë me ushqimin. Mendoj që sot në mënyrën si ti po flet, po jo vetëm ti, po të gjitha të ftuarit, po më bën kurioze dhe të provoj edhe unë një herë të agjëroj për të kuptuar si ndiem edhe nga ana shpirtërore. Por kam një pyetje. Do ju them një koment. Ajo që thotë Ergysi është shumë e bukur, po e ardhur mesazhe nga narrativa të ndryshme, shpeshherë na duket sikur nuk jemi në të njëjtin linjë diskutimi. Mënyra si e kuptoj unë atë që thotë Ergysi, do doja shumë ta riartikuloja Ergys. Në thelb e gjithë gjëja është që ky modernizimi, kjo bota ku në thelb ka sublimimin e njeriut, individit, ku kulti, gjithçka është vetë individi, na sjell te ky boshllliku, te kjo vetmia, te këto rutinat që ti nuk e gjen dot atë i bosh, i papërmbushur. Muaj Ramazani është shansi për ta nxjerrë njeriu nga kulti i njeriut. Nëse ne do vendosim atë kultin primar, gjën më sublime Zotin, na vikan gjithë të tjerat mbrapa. Ne jemi më keq se diçka kulti i njeriut është mirë. Ne jemi kulti i makinës, kulti i kompjuterit, kulti i smartphone-it, kulti i kibernetikës. Do të thënë ne kemi krijuar sa kulte. Do të thënë këto janë mjetet tona, në fakt nuk janë mjete. Ne jemi mjetet e tyre. Do të thënë ne jemi Robert të kujtun Bill Gatesit, të Zuckerbergut, maja gjithçkaje jam unë. Ne jetojmë për Zuckerbergun. Kurse nëse fusim njeriu tek të menduarit që maja gjithçkaje është Zoti, na vjen gjithë kjo kënaqësia shpirtërore. Mbrapa relaksohemi, çlirohemi nga këto produktet e njeriut edhe gjithë këto modernizimi dhe boshllliku që ka sjell modernizimi. Dhe mendoj që ky është mesazh i fuqishëm që duhet ta transmetojmë për teleshikuesin. Nëse ne vëmë Zotin të parin në atë peshorën tonë të vetdijes, se vetdia është gjithmonë aty, ne thjesht duhet ta kalisim për këtë shërben ky muaj, patjetër që jo produkti, po ajo që ne përfitojmë si individ është e jashtëzakonshme, është realisht për është rritje shpirtërore. Do thoja diçka në lidhje të aspekti kohës. Unë mendoj se kemi kohë, por thjesht ndoshta na ka ndryshuar prioritetet. Pra, kur njeriu ka dëshirë e gjen kohën për kënaqësitë e tij vetjake, e gjen kohën për punën ose për gjërat e tjera. Mendoj se problemi i madh është se e vendosim unë edhe kënaqësinë vetjake, pra atë gjë që na pëlqen dhe na jep kënaqësi, përpara të detyrave dhe përgjegjësive që ne kemi si njerëz. Edhe në vetveten fakt i gjithë agjërimi është proces edukimi që i sistemon këtë kaosin që përjeton njeriu sot. Pra ne nuk është se e planifikojmë jetën tonë, por tërhiqemi nga rrjedha e saj e përditshme. Dhe agjërimi në vetvete na ndihmon pra ta sistemojmë qoftë mënyrën e të ushqyerit, sepse ti the varësia ndaj ushqimit. Nga problemet mëdha, të paktën sa kam lexuar unë, është ushqimi orar pa orar. Pra sepse edhe vetë organizmi i njerit nuk arrin ta lexojë, pra se kur duhet futen punë ashtu që ta konsumojë dhe ta tresë atë ashtu siç duhet. Në lidhje me këtë pastaj duhet të them edhe diçka. Okej, do të dalim aty. Pjesa tjetër ka të bëjë varësitë. Qofshin këto nga duhani, qofshin këto nga substancat ndryshme, qofshin këto nga kafeja, qofshin këto varësi që ne kemi nga telefonet dhe nga gjërat e tjera. Agjërimi në vetvete na mëson ne të planifikojmë gjërat ashtu siç duhet. Ti çohesh mëngjes në syfyr, është kohë e familjes, është kohë e ushqimit.
pastaj është kohë e punës, pastaj është kohë e namazit, pastaj është kohë e Kuranit, pastaj është darka prapë që do ta kalosh me familjen. Pra, i parë në këtë lloj aspekti, që nga fillimi i tij deri në përfundimin e agjërimit, është proces edukimi se si ne ti rindërtojmë relatat në mënyrën e duhur me gjërat të cilat ne na rrethojnë. Dhe kjo do thojë unë të paktën është begati dhe mirësi që vjen njeriut nga Zoti. Kur ti përkushtohesh për Zotin, kur ti i jep rëndësi besimit dhe mesazhit që ai të ka thënë, pra se si të ka kërkuar ty ta ndërtosh jetën, atëherë mirësitë dhe begatit do të shikosh në jetën tënde, qoftë ato shëndetësore, qoftë në relatat që kemi njerëzit rreth rrotull, qoftë me kënaqësinë shpirtërore dhe qoftë me relatat që ti ke me familjen. Do të bëj një pyetje, shpeshherë kam të dëgjuar edhe disa persona që më kanë thënë Benjada po gjëroj sepse dua të dobësohem, edhe të bëj edhe çik detox. Sa është e vërtet agjërimi? Jo, duket diçka kështu e përqeshur. Fillon procesi. Është fillon procesi. Qofse do, çfarë thash, më mirë rriesh në dorë se sa të agjërosh për të dobësuar për mua. Po, jam dakord edhe unë me ty me këtë shprehje. Jo, ajo agjërimi merë si një pretekst. Nëse merë si fokus, jo. Por, shiko tani të marim diçka. Ti të duash të dobësohesh, nuk është vetëm estetike, është dhe shëndetësore. Dhe tani po flasim nga ajo që unë has për ditë, është shumica e problemeve shëndetësore, që në gjak, që në organe, vjen nga mbi pesha, pra nga masa dhjamore e tepër. Kështu që detyrimisht, edhe kjo ka të bëjë se ka të bëjë me shëndetin tënd. Por jo qëllimi estetik, jo se kam vënë pak dhjam dhe kjo është e shëmtuar. Ajo që them shiko, kjo është një gjë aq e madhe dhe ta shfrytëzosh për një gjë kaq të vogël është ku dëgjon si të marrësh. Edhe kjo është e madhe, sepse ju e thatë pak më parë, instikti të luftosh instikti më le të themi më gjitar, më kafshorta, dhe i thënë është ushqimi. Ti po kontrollon ushqimin. Është niveli më bazik i qenies, pra ti ta kthesh, domethënë qëllimi i Ramazanit është pikërisht që ty të shkëpus nga materialja, që të ka robruar. Dhe ti e përdor këtë për të robruar edhe më shumë tek materialja. Shiko, mund të jetë perifrazimi si e tha Benjada, ndoshta mund të duket ashtu. Jo, nuk e kam, domethënë nuk kuptoj drejt çfarë dua të them, unë e kuptoj si mënyra si e thot. Jo, e di çfarë them unë, shiko, është një sigurisht Ramazani. Mos të zihemi, se ka filluar Ramazani tani. Jo, po diskutojmë. Jo, 30 ditë për të dobësuar. Jo, do ta mbash një ditë. Po njerëzit që janë kurioze, po njerëzit që janë 50 kg në zgratën e materialit. Jo, është shumë e thjeshtë, motivi për çfarë nis nuk e superon. Nuk ka rëndësi bia apo s'bia nga pesha, apo unë apo kushdo tjetër. Vetëm arsye pse bëhet ajo. Nuk besoj se ka njëri kaq vullnet sa ta marrin këtë vetëm për dobësim, se të kishin kaq vullnet, nuk bënin agjërimin, bënin të tjera mënyra alternative që ka plot sot. Domethënë më duket të përdorësh Ramazanin. Jo, ai ka te koncepti. Po pra, më drejt ajo që po pra pse e perifrazoj. Është njësoj si të provosh një lopat florire të punosh tokën me lopat floriri. Domethënë është muhabet. S'ke nevojë. Domethënë qëllimi është pikërisht për triumfuar mbi trupin, për triumfuar edhe mbi nevojën tënde për të qenë estetikisht, sigurisht është gjë e mirë të jesh estetikisht mirë, dhe gjë dhe e mirë që nga aspekti shëndetësor të jesh mirë, por qëllimi i Ramazanit nuk është kjo, pavarësisht se bart dhe këtë. Patjetër, unë thash diçka që më është efektet shëndetësore të agjërimit janë shpeshherë më fal, të gjitha më thuajnë po xhiroj, unë sa mirë ndjesh më mirë si ndjesh shpirtërisht, dhe gjëra e parë që më kanë thënë është se shprehia që e thon, sepse edhe unë njoh njerëz plot, por është mënyra artikulimit dhe shprehjes si thonë që edhe ndije mirë dhe dobësohem, nuk e thonë në kuptimin që po e bëj për të dobësuar. Thjesht e ndjejnë si efekt dhe e thonë. Mua më shqetëson kjo, domethënë që ne bëjmë edhe festa fetare dhe i bëjmë për të ngrënë drekën, jo për të bërë jo për të fituar një. Kjo pastaj kalon tek ato instikte dhe njëjta gjë është me televizorin. Në thelb agjërimi është, unë e thash fillim, është marrëdhënie me Zotin. Domethënë ti ke nevojë të rregullosh marrëdhënien tënde me Zotin, ti ke nevojë për Zotin tënd, ti ke nevojë që krijuesi yt të jetë i pranishëm në jetën tënde. Dhe ky muaj është një hapje çelje derës për krijuesin tënd që ti ta ftosh në jetën tënde, të jetë prezant në jetën tënde. Dhe ky është thelbi mendoj unë, kjo është gjëja më e rëndësishme, sepse më duket që në një farë mënyre prapë ne edhe këtë e shfrytëzojmë për të rregulluar materialen tonë dhe jo shpirtërorën tonë. Ky pastaj është ajo thonja profetike shumë e bukur që Zoti thotë. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me to, na e përcjell që Zoti krijuesi thotë, çdo vepër që e bën njeriu e bën për veten e tij. Përveç agjërimit, ai është për mua dhe unë e di se si është për veten. Jeta moderne e thuhet ca autorë që thonë që e ka përzën, domethënë e ka përjashtuar Zotin nga, po të shohësh, marr qytete tradicionale, ndërtohen në mënyrë të tillë që kulti është prezent dhe madje edhe infrastruktura urbanistike janë ndërtuar gjithmonë
në raport me tregun, kishën, apo xhamin, apo ku diun, dhe elementet tjerë tjetër siç mund të jetë ku diun ka pas përpara hamamet apo po objekti i kultit është qendror. Sot ne kemi gradaçelat, kemi ku diun autostradat, kemi jeta jonë është bërë jo për të jetuar dhe jo për të jetuar qenie humane, po është bërë një mënyrë të tillë që puna dhe jeta. Ajo çfarë ne bëjmë, jo ajo çfarë ne jemi, prevalon. Dhe në këtë mënyrë, po të shohësh edhe po të hapësh mediat, cilin do televizion, domethënë nuk e gjen pranishëm zotin aty brenda, nuk gjen pranishëm. Po të mungon artikulimi komplet. Jo se nuk është çështja tek të folurit, po mënyra se si ndërtohet. Është komplet kulturalisht diçka kundër asaj çfarë feja kërkon që të jetë shoqëria. Dhe në këtë kuptim unë mendoj që ne kemi nevojë që në paktën në një pjesë caktuar të jetës tonë të themi ndal gjithë kësaj çmendurie që bëjmë në përdit, sepse njeriu është ndërtuar për një dimension tjetër. Dostojevski thotë, nëse ne do I heqim njerëzimit, thotë Dostojevski, besimin tek pavdekësia e vet, pra tek fakti që ne jemi të pavdekshëm, pra që ne do kemi një jetë tjetër mbrapa, ne do prodhojmë një shoqëri ku gjithçka do jetë lejuar edhe njëri ngrënie, antropofagia thotë. Pra njerëzit do hanë njëri tjetrin, nëse njerëzit nuk do kenë një Zot I cili I shef dhe ndaj të cilit ata druhen për të bërë gjëra të këqija, sepse nuk ka asnjë arsye pse ta motivojë njeriu për të mos bërë keq. Kështu që në këtë kuptim, përjashtimi që ne kemi bërë hynores nga jeta jonë, nga mënyra se si ne jetojmë, ka prodhuar këtë mjedis të pashëndetshëm të jetuarit, ku ne në aspektin më të dukshëm kemi nevojë për nutricionizëm që të mos shëndoshim, por nga aspekti social, ne jemi obez në gjithë të jetuarit tonë përditshëm. Kështu që prandaj them që këto lloj elemente, Zoti na ka sjellë Ramazanin, jo se Zoti ka nevojë që ne trim pa bukë, mendoj unë, por na ka sjellë sepse ne kemi nevojë që ta kujtojmë atë. Të pastrojmë pjesën e brendshme. Kjo rregullon jetën tonë. Pra, kjo është thelbi mendoj që duhet përcjell. Atëherë unë nuk dua ta mbyll emisionin sepse jam shumë kurioze dhe do kisha shumë dëshirë të vazhdoja. Kisa përshkruar diçka në lidhje me këtë aspekt. Linja e diskutimit. Dua një mesazh të fundit për gjithë njerëzit që po na ndjekin. Zonja ndoshta e para se kërkoj fjalën, se besoj pyetja më bë mua dhe unë jam shumë që kur flitet për agjërimin, gjithmonë figura e teologut duhet ketë rolin qendror, kështu që ne flasim për ta plotësuar diskutimin, jo për Jo, secili ka atë rëndësinë e vet. Pra, çështja e agjërimit në vetvete. Pra, po pyesim për persona të cilat mbajnë agjërim për të dobësuar. Unë do thoja se njeriu është I përbërë nga ka dy aspekte, ka atë materialin, ka atë shpirtëroren. Edhe të fokusosh tek materiale duke lënë pas shpirtëroren do thotë të humbish një shans të madh, sepse kënaqësia më e madhe e agjërimit është tek shpërblimi që jep Zoti, tek kënaqësia që ti ke nga adhurimi, pavarësisht se edhe në aspektin material ti merr disa benefite, edhe në aspektin shpirtëror ti ke disa benefite të saj. Më tërhoqi vëmendjen kur zonja parë tha që duhet pak 20 minuta që trupi të mësohet, jo, pra të filloj dhe të përpunoj të ushqimin të cilin ti e merr. Edhe kur shikojmë mënyrën se si është ndërtuar jeta e besimtarit, pra praktikant në muajin e Ramazanit dhe në periudhën e agjërimit I shërbejnë plotësisht asaj. Pra ne, profeti Muhammed na ka mësuar që mënyra më e mirë për ta çelur agjërimin është me hurma dhe me ujë. Pra është ëmbëlsira e parë e cila hurma, hidratimi edhe ujë. Pra hurmat arabe në vetvete pra kanë sheqer dhe e fut sistemin tretës në punë. Edhe uji nuk është diçka e rëndë për trupin e njeriu. Pastaj besimtarët falin namazin e akşamit, I cili shkon 10, 15 deri 20 minuta dhe pastaj shtrohen tek sofra e iftarit. Pra që njeriu t'i marrë benefitet e agjërimit ashtu siç duhet. Pra, po e lajm me një anë ndoshta atë aspektin shpirtëror, shpërblimin që prej tek Zoti e tjerë, pra duhet t'i bëj hap pas hapi këtë gjëra që të përfitojë edhe në aspektin shëndetësor. Pra ne konsumojmë iftarin. Pas iftarit kemi namazin e yatsis, pas namazit e yatsis kemi namazin e teravive, të cilat zgjasin 1 orë 20 minuta. Pra kjo përveç aspektit të adhurimit, nga ana tjetër është dhe një lloj stërvitje që ti dhe ushtrimi që ti bën për t'i djegur të gjitha këto po nata e kadrit do ta sprovoj vetëm dhe do mundoj ta mbaj për të kuptuar çfarë lloj ndjeshmëri unë mendoj se dhe sa shumë më afron. Nganjëherë do të pëlqejë të ta mbash gjithmonë besoj. Po, jam kurioze se nganjëherë zmatojmë gjërat si kështu. Me të vërtetë si agjërues prej shumë vitesh
nuk kam parë në sfidë shumë të madhe, pra që më bënd të pamundur mbajtjen e agjërimit. Ndoshta është thjesht ai kufiri që ne duhet ta kalojmë në mendjen tonë. Është hap psikologjik që ne duhet ta hedhim. Dhe rëndësishme është njëjtë edhe qëllimi. Pra, kur ti e bën për hir të Zotit, kur ti e bën sepse ai që të ka krijuar ty, pra ta ka dhënë atë formulën më të mirë për qenë edhe i lumtur shpirtërisht, për qenë edhe mirë nga ana shëndetësore, atëherë do të shikosh mirësitë edhe begatitë e kësaj pune. Ne flasim, normalisht ne pjesën materiale nuk e braktisim dot. Por historia ka treguar diçka që kur njerëzit kanë qenë të plotësuar në aspektin shpirtëror, por kanë pas mangësi në anën materiale, kanë qenë të lumtur. Dhe unë mund të sjell sa shembull nga historia e njerëzimit. Ndërsa sot e kemi njeriu që është më i pushtetshëm, është më i pasur, është më i plotësuar nga ana materiale, mirë po ka bushtik nga ana shpirtërore. Sepse njeriu nuk është vetëm qenie materiale të lumtur 100%. Qofse do ta provosh ndoshta jetesën fetare, do ta shikosh se si e shikon besimtarin këtë botë dhe çfarë lumturie dhe çfarë kuptimi jep ai jetës. Shumë mirë, super. Unë ju faleminderoj dhe dua të dërgoj një mesazh gjithë besimtarët që po na ndjekin, si thuhet, agjërim të lehtë, agjërim të pranueshëm. Agjërim të pranueshëm të gjithëve. Faleminderit që ishe pjesë e panelit. Faleminderit, ndërkohë ne kalojmë në publicitet.